Një vizitor I papritur hyri në shtëpi si e pritën banorët. Loja e mos reagimeve ka vazhduar në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP 4. Pjesë e kësaj sfide është bërë edhe një qen ku banorët u gëzuan kur e panë. Kur qeni doli jashtë, ku ishin disa banore, para që e pa ishte Loredana, e cila bërtet, o zoti i madh, dhe menjëherë ndërhyn Kelly, duke I thënë që të mos reagoj. Kur e pyesin se ç'a ishte, banorja përgjigjet: ishte një avion në qiell shumë I bukur. Më pas qenin e shohin edhe banorët e tjerë dhe Gerta I mban lojën Loredanës dhe shprehet: o zot, vdiqem të hipim dhe njëherë në avion, të bëjmë një rrugë, një udhtim. Ndërkohë Ola dhe Aldo kanë bërë batuta me njëri tjetrin, teksa qeni lëvizte nëpër shtëpi. O Aldo, sa I mirë që je, o Aldo, thoshte Ola, ku në fakt e kishte për qenin. Më pas ajo përqafon Valbonën dhe I thot: sa I mirë je, më Bona. Ndërkohë tek kësaj gjesti e kishte qenin në krah, Biserlo shkon dhe e përqafon banorin, por në fakt si qëllim kishte për të përqafuar katërputroshin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.